he njerëz, më duket se kësaj radhe diçka ja kam qëllu. Lirë edhe shumë mirë. Jo lirë e mirë, po lirë edhe shumë mirë. Këtu e kam një çantë nga David Jonesi, për ndryshe në Albimal. Kati i parë. Nga hyrja A e kemi kati për dhes. Okej, të shohim çfarë çante të bukur kemi gjetë. Edhe të mirë. Drejtën me thënë e pash këtë dyqanin ishte shumë modern, David Jones. Ishte shumë modern, edhe unë jam pak kursimtare, s'kam dëshirë me ble gjana shumë të shtrejta, por normal, standard. Që thënë, sa e ki organin edhe shtri kantë. Edhe nuk hyna vetëm për arsye se më duken që kjo është dyqani që ka çmimet e shtrejta. Por ja që i kishte çmimet shumë standarde. Që kjo çantë për shembull ka kushtu vetëm 41 euro. Pra në David Jones në Albimal Prishtinë. E bukur apo jo? Unë me shnet e bafsha, ju shkoni bleni se kish prej 15 euro deri në 50, 100, 200, 300. Ama që kjo fantastike. T'ju tregoj edhe ndarje. Pra këtu e keni një ndarje për dokumentet aty për aty telefonin, diçka. Edhe këtu anash e keni edhe një ndarje, që ka një sa bukur sa pastër. Edhe mrenda keni disa ndarje për vizitkarta, plus për telefon, për kuletën e juj, shikoni sa e bukur. Fantastike. Te David Jones në Albimal. Miropash.